Do të bëjmë në diskutim publik dhe më pas qytetarët do të jepen sugjerimet, komentet apo vërejtjet e tyre dhe do të vjen pastaj të votohet në kuvendin komunal. Mirë, po na sot jemi të folë për shumë të tema madhore, por nuk jemi të folë edhe për diçka shumë të rëndësishme. Sot kryeqyteti nuk ka buxhet të miratuar dhe sot janë të rrezikuar punëtorët e ndërmarrjeve publike të mbesin pa paga, janë të rrezikuar fëmijët në për kokse private. Pse mbesin punëtorët e ndërmarrjeve publike për buxhet çka kanë lidhje? Pa shujta, edhe sot me sportista, me artista me pa subvencione, ja keni prish stabilitetin financiar. Mirë, pse nuk u bë buxheti? Kush pa i kujtër pse nuk u bë buxheti? Pagesa për kilometrat kaluara. 2025. Sa i kujtër zoni Rafuna që nuk u bë buxheti? I PDK-s edhe i vetë. Po çish mundet opozita me blloku pushtetin, ku ke pas? S'ka. Nuk e ardhur seancë, ke pa mundsu korrupim për me diskutuar. Po pse s'keni ardhur seancën e fundit? Po ashtu opozita që e ka penguar nivelin qendror. Për ju, ashtu opozita që e ka penguar nivelin qendror. Ti e din çush formohet rendi ditës. Kryesuesin do të ne kryetari nuk ka qenë njoftuar komunali me shkruajtsin e ordhit. Kryetari nuk ka qenë njoftuar pa ato pikat rendi ditës. Sa herë kemi thonë hajde ne të diskutojmë opozita nuk pengon. Opozita ja ka penguar nivelin qendror? Po edhe skemi. Do me thënë opozita dhe pengoka. Nuk e kam rastin konkret, po e kam fjalën që pengoka. Edhe veç më fal, se nëse me kërku pe lëvizjes vetëvendosje, me votu një buxhet ku pjesë e cilit është arkitekti i kryeqytetit, jo që është e pandershme, po është utopike. Pse nuk keni ardhur gzem seancë me diskutuar çfarë sa po nuk keni ardhur me diskutuar. Kemi thënë mos më shtim arkitektin e kryeqytetit, bashkë me PDK-n e keni shtim buxhet. Po seanca është ajo që i definancon atë